kemi edhe Lulzim Veliu, gazetar në Gjermani. Përshëndetje, zot Veliu. Besoj që për pak edhe do dëgjojmë zërin e zotrit Veliu, ndërkohë do vazhdojmë bisedën me Jonin. Joni, sa themi kjo festa e 9 majit, sa na ka bë këtë vetë ndihemi më shumë evropian, duke ditur që kemi vizituar ndoshta disa shtete të rëndësishme të Evropës. Po, Valtrina, liberalizimi i vizave ka qenë një arritje kogja e madhe e Kosovës, për shkak që ka qenë një proces i zgjatur, që nga viti 2018 Kosova i ka plotësuar gjitha kushtet për liberalizim të vizave, po liberalizimi erdhi tek 6 vite më vonë në vitin 2024. Ka qenë një proces shumë i zgjatur, po kosovarët e kanë mirë prit këtë vendim, pasi që gjatë vitit 2024 më në fund kanë qenë në gjendje me vizitu gjitha vendet e areas Schengen apo Schengen zonës. Edhe besoj që ky 9 maj ndihet pak më ndryshe për shkak që na bën të ndihemi pak më shumë europian, edhe pse është një lloj fest simbolike. Unë mendoj që për te asaj Kosova i ka vlerat europiane që janë demokracia, të drejtat e njeriut, liria e fjalës e tjerë. Po, megjithatë, a nuk është një lloj absurditeti në vete kjo festa e 9 majit, shto faktin që ne jemi pjesë e Ballkanit Perëndimor, jo ndonjë shtet tjetër përpos Luksemburgut, më duket, feston festën e Evropës. Po, kjo vlen të cekët, ndoshta edhe kjo drejtimi që qytetarët e Kosovës gjithmonë e kanë pas pro perëndimit edhe pro Evropës. Disa nga sondazhet e fundit që i ka bërë edhe vetë Bashkimi Evropian, Kosova dhe qytetarët e Kosovës dalin të jenë më pro Evropës në rajon, së bashku me Shqipërinë dhe Malin e Zi. Një studim në vitin 2024 i fundit i Bashkimit Evropian tregon se qytetarët e Kosovës mbështesin rreth 65% e popullatës e mbështesin dhe kanë besim në Bashkimin Evropian. Kjo tregon që Kosova nuk ka tjetër drejtim përpas Bashkimit Evropian. Ndërkohë, Veliu është në Gjermani. Më intereson me ditë gjatë këtij viti sa ka arritur që të shoh turista prej Kosovës, a ka pas më shumë turista prej Kosovës në Gjermani këtë vit apo jo? Unë besoj që numri i qytetarëve nga Kosova që kanë vizituar Gjermaninë këtë vit duhet të jetë më i lartë se viteve të kaluara. Statistika të sakta nuk kemi, me që nuk është diçka që ju intereson Gjermanisë, pasi Kosova sigurishtëra di për një herë në Gjermani nuk është se bën ndonjë bum, po të fjalë për një vend të madh që ka më tepër se 80 milion banor, por unë jam i sigurt që ka pasur lëvizje më të shumta të qytetarëve të Kosovës drejt Gjermanisë, jo vetëm për vizita turizëm, por edhe për punë, dhe kemi shumë të tillë që tani më janë vendosur dhe kërkojnë mundësinë për të punësuar dhe për të mbetur në Gjermani. Kjo është mëse botërisht e ditur nga prezidenti. Por megjithatë, këto vizitat të cilat e kemi shpeshtuar këtë vit, a na kanë bërë ndoshta që të jemi ose të ndihemi më evropian se sa që jemi ndjerë më herët? Po, ne u ndihemi apo nuk ndihemi, Kosova është pjesë e Evropës dhe nuk ka mundësi të shihemi e ndihemi ndryshe përderisa jemi pjesë gjeografikisht, pjesë e kontinentit evropian dhe si të tillë ne pretendojmë që dinjitarë që uroj të jetë e afërm që Kosova të jetë edhe pjesë e Bashkimit Evropian, pra Bashkimit Ekonomik Evropian, për të cilën nuk është duke u bërë mjaftueshëm nga qeveritë tona të deritanishme, por si do që të jetë, Kosova është evropiane dhe është pjesë e Evropës. Joni, ne dim që shumë student arrin që me marrë dhe bursa për shkojnë dhe të studiojnë jashtë, do të në vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Sa ka interesim prej studentëve ndoshta që të largohen nga Prishtina, vendet e tyre, dhe të shkojnë drejt vendeve të Bashkimit Evropian? Po, është interesant statistikat rreth saj, një studim që e ka bërë një organizatë qeveritare, një instituti GAP që e kam pasë sa është perceptimi i të rinjve të Kosovës për me migru jashtë vendit apo edhe me shku me studiu. Është një statistik pak e frikshme ku 28% të rinjve prej 18 deri në 30 vjet kanë shpreh pëlqimin se mendojnë migrimin jashtë vendit. Ndërsa
33% që janë prej 18 deri në 24 e kanë mendu me migru për gjithmonë, që prapë është statistikë shqetësuese, po një gjë pozitive ndoshta nga kjo është që qytetarët tashmë munden me shku paraprakisht që i kanë këto 90 ditë të lëvizjes së lirë, me pa mundësi studimi, me pa se si është jeta jashtë vendit, e pastaj me vendos sa a duan me studiu apo duan me pa mundësinë e punës jashtë vendit. Po realisht çka do të thonë me çem pjesë e Bashkimit Evropian, ku janë përparësitë apo ku janë mangësitë që janë drejt rrugtime? Po Bashkimi Evropian gjithmonë shihet si një mundësi e lirë e tregut lirë, kjo është pointa kryesore e saj edhe normal vlera demokratike që Bashkimi Evropian i përfaqëson. Kosova edhe pse don shumë punë që një dekadë prej kur është nënshkruar marrëveshja për stabilizim asociem, është duke mundu mi parafru ligjet edhe me i përmbush reformat që duhen për me u antarësu në Bashkimin Evropian. Një gjë që vlen të cekët është që Bashkimi Evropian së fundmi e ka jep një propozim të ri, që është plani rritjes apo growth plan për ndryshe njihet, ku i ka ndajë 6 miliard euro për Ballkanin Perëndimor, që të ndihmoj sidomos në avancimin ekonomik për me u parafru shteteve të Bashkimit Evropian. Çka vlen të cekët që përmendi edhe gazetari Lulzimi, qeveria jonë, të paktën deri tani që nuk kemi një konstituim as të kuvendit e as të qeverisë, po na lën pak mbrapa pasi që kësti i parë i atyre 880 milion që Kosova ka mi marrë nga growth plani, kësti i parë që është rreth 60 milion ende nuk është jap për arsye që duhet të votohen disa marrëveshje në kuvend. Edhe sa më shumë që vonohet votimi në kuvend, aq më keq të i kemi gjasat për me marrë këtë këstin e parë. Do thotë kësti i parë, i cili ka vlerën sa tha? 60 milion. 60 milion euro? 60 milion euro. Do thotë është peng i mos konstituimit të kuvendit? Po, absolutisht. Po, ndërkohë kemi një Bashkim Evropian Lulzim atje, i cili ka vendosur masa për Kosovën. Sa na bën, do thotë që të ndihemi ndoshta edhe të dëshpëruar karshi Bashkimit Evropian, kur dim që masa ndoshta i shtën edhe nga institucionet e Kosovës janë vendosur padrejtisht karshi vendit tonë. Po jo, unë mendoj se pari ne nuk do të kemi natën në Bashkimin Evropian apo me ata që kanë vendosur masat, por duhet kemi me veten tonë dhe me qeverisjen tonë, e cila e ka sjellë punën deri në atë masa që të Bashkimi Evropian vendos për sanksione kundrejt Kosovës. Një gjë nuk duhet të harrojë se brenda Bashkimit Evropian kemi 4 vende që ende nuk e njohin pavarësinë e Kosovës dhe çdo vendim që vjen kundër Republikës së Kosovës, ata do të jenë parë që e ngrenë dorë, ndërsa në momentin që kërkohet tërheqja e këtyre masave ata do të jenë të fundit që duhet të lobohet shumë nga vendet më të fuqishme për të ardhur drejt e vendimit të tërheqjes së masave, siç në këtë rast siç është masat apo sanksionet kundrejt Republikës së Kosovës. Andaj fajtorin dhe përgjithësinë nuk duhet gjithmonë ta kërkojmë nga të tjerët. Gjithmonë duhet të nisim nga vetja, duhet të nisim nga punët tona, si kemi bërë apo kemi bërë ndonjë gjë, e pastaj të drejtohemi të tjerëve. Ajo është pika e parë sa i përket sanksioneve, ndërsa sa i përket atij grandit që e përmendi parafolsi më herët, është një fakt i vërtetë se Bashkimi Evropian ka ndarë një shumë prej 6 miliardësh për vendet e Ballkanit Perëndimor që do të ndihmojnë me integrimin e tyre. Fillimisht Kosova dhe Serbia kanë qenë të përjashtuar nga këto masa, ndërsa më vonë kjo masë është tërhequr dhe është vendosur që këto mjete të ndohen edhe për këto vende, ndërsa deri më tani nga këto mjete të vetmet vende që kanë punuar dhe kanë kryer detyrat e shtëpisë dhe kanë filluar të marrin fonde të marrin grandet e para nga ai fond, është Shqipëria dhe Malizi, ndërsa të tjerat kanë ngjecur në vend, e Kosova tani më tash e sa muaj është edhe pa qeverisje apo me qeveri në detyrë. Pra e para gjë që duhet bëhet është krijimi i institucioneve në Republikën e Kosovës, të ndalim këtë cirk politik që është duke ndodhur në Parlamentin e Kosovës,
pastaj duhet të drejtojmë gjishin të tjerë. Duke parë zhvillimet se ndodhin në Bashkimin Evropian, kemi një Hungari e cila mund të themi kështu në thojza është lazdruar kërshi veprimeve në brenda Bashkimit Evropian. Apo shkon kjo strukturë ndoshta duke u ngushtuar dhe të mos ketë vlerën e njëjtë që ka pasur dikur? Jo, unë nuk mendoj ashtu. Unë mendoj se forcat e ekstremit të djathtë, që është ajo dhe partia e Orbanit që tani më është në pushtet në Hungari dhe por shpresoj që në zgjedhjet e ardhshme do të del humbse e zgjedhjeve, kishin shkrirje edhe në vendet e tjera. Një forcë të tillë ekstreme të djathtë e patëm edhe në Gjermani, mirë po populli gjerman ja tregoi vendin dhe ju bëri me dije se ata nuk do të kenë mundësinë të qeverisin me Gjermaninë. Forcat e djathta fituan edhe në Austri, por ja që tani nuk janë në qeverisje, apo fillimisht krijuan një koalicion me forcat e tjera. Një gjë e tillë u provua edhe në Francë me Le Pen, por asaja tani më nuk është. Unë nuk e mendoj si të tillë, unë mendoj që forcat të tilla ekstreme të djathtë zakonisht, jo vetëm ekstreme të djathtë, por çfarë do të qoftë ekstremi, zakonisht linden në situata të vështira dhe problematika apo në kriza të mëdha, në momentin që fillohet me largimin e këtyre problematikave dhe edhe me stabilizimin e situatave, forcat e tilla politike gradualisht humbin në numër për mos të thënë shuhen fare. Unë mendoj se Bashkimi Evropian tani është në rrugë të drejtë, pasi e kanë shumë të qartë se ata duhet të punojnë dhe të jenë se zot e vetës për të mbrojtur edhe vetën, se nuk do të jetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës prapa shpinës së tyre, dhe në këtë drejtim kanë marrë mosat e para, për shembull qeveria gjermane e cila është konstituuar para 2-3 ditësh, para arritjes marrëveshjes kanë marrë disa vendime të rëndësishme me legjislaturën e vjetër, pasi kishte numra më të shumë për të votuar dhe kanë miratuar një fond të madh prej 400 miliardë eurosh, fondi i cili do të shfrytëzohet për mbrojtje dhe infrastrukturë. Një gjë e tillë është u bërë edhe në brenda Bashkimit Evropian, ku është vendosur që të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, pra edhe vendet më të vogla, të marrin një kredi për afërsisht 800 miliardë, e cila do të kushtohet e tëra infrastrukturës dhe mbrojtjes, dhe unë mendoj se në qoftë se Evropa do të ketë një hapësirë prej 2 apo 3 vjetësh për të punuar në këtë drejtim, atëherë pas 2-3 vjetësh do të jetë nga forcat kryesore dhe nuk do të ketë mundësi, apo nuk do të ketë rrezik më për vendet e Evropit, qoftë nga Rusia, qoftë nga Shtetet e Bashkuara. Joni, çfarë mendon, a është duke u zvogluar dhe apo humbet qëllimi kryesor i Bashkimit Evropian, cilin e ka pasur qysh nga fillimi i saj? Po mendoj që këtu rritjet e krahut të djathtë në shumicën e vendeve të Bashkimit Evropian nuk janë një shenjë mirë, po prapë mendoj që Bashkimi Evropian qëndron i fortë edhe në anën tjetër mendoj që Kosova nuk ka asnjë alternativë tjetër përpos Bashkimit Evropian, kështu që po mendoj që me shumë punë besoj që integrimi është i domosdoshëm, por se sa po duhet edhe vullnet politik aty është një pyetje tjetër, për shkak që si që përmenda dhe më herët, liberalizimi i vizave është rekomandu prej vitit 2018, po deri në 2024 nuk gjeti aprovim për shkak të vullnetit, të mungesës e vullnetit politik brenda Bashkimit Evropian. Edhe në Kosovë. Edhe ndoshta vlen t'i ceki disa prej studimeve që i ka bu Instituti i Prishtinës për studime politike. Në vitin 2023 ka qenë një studim që kemi bu për perceptimin e qytetarëve rreth Bashkimit Evropian dhe integrimit në Bashkimin Evropian. Është interesant me i pa disa numra për shkak që qytetarët shihet se janë shumë të informuar se ku qëndron Kosova me proces. Dim se Kosova ka dërguar aplikimin në Bashkimin Evropian qysh në fund të vitit 2022, po nuk ka marrë asnjë përgjigje zyrtare ende nga Bashkimi Evropian dhe qëndron tek ato vendet kandidate potenciale. Kjo vjen si rezultat që përmendëm më herët edhe të mosave që Bashkimi Evropian i vendosin ndaj Kosovës apo sanksioneve, siç i kemi quajtur. Mirë po, gjithashtu tregon që siç nisa me tregu, sondazhet tregojnë që 39% të qytetarëve nuk e kanë ditë që Kosova ka dërguar
aplikim në Bashkimin Evropian. Disa prej tyre ishin edhe shumë optimist ku mendojshin që në vitin 2025 mundet me u integru në Bashkimin Evropian, domethënë 30% i të anketurëve janë shpresë se Kosova do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian në vitin 2025. Po, si pasojë e çkafit vjen kjo. A ka analizë sepse qytetarët në këtë rast 30% e tyre mendojnë që në 2025 në gjithçka do përfundoj. A është kjo propaganda pozitive apo negative që kanë bërë institucionet e Republikës Kosovës? Ka rishë një procesit të tillë? Nuk mendoj që ka të bëjë shumë tek propaganda e institucioneve. Kisha me qujtë ma shumë edhe të mos interesimi vetë qytetarëve për procesin. Pse po e thëmë këto është se kemi pas edhe pyetje tjera ku kanë qenë edhe për propozimin franko-gjerman, edhe për, si atëherë ishte në temë mini Schengeni, Open Balkans, nuk kanë pas dijeni qytetarët. Kjo mendoj që është pak edhe prej mos interesimit edhe për përditshmërisë që jo apo ndoshta janë këto tema shumë të mëdha, edhe problemet në Kosovë janë shumë, themi kështu, për tokë edhe që i shohin dhe i prekin qytetarët çdo ditë, në mënyrë që për me pas parasysh se çka do të thonë një temë sikurse që përmendet ju, Open Balkan. Po në shumicën e studimeve që i bëjmë, gjithmonë i pyesim se çka janë tre gjërat më pressing, si me thonë, të qytetarëve, çka janë diçka që i pengon në jetën e tyre të përditshme dhe gjithmonë përgjigjet janë papunësia, shëndetësia që janë disa ma gjëra elementare, prandaj edhe mendoj që mungon kjo informacioni në tema më të mëdha si që në integrimin në Bashkimin Evropian. Kush janë vendet e tjera që sot festojnë për ditën e Evropës? Po si që ceke shumica e Bashkimit Evropian nuk e feston ditën e Evropës, po mendoj që kjo fest është ma shumë si simbolik të na që me na bu mundi ende Evropian. Normal edhe liberalizimi i vizave, si që përmendë më herët, është një farloj simbolike, sa është praktike, ka qenë edhe emocionale për kosovarët, për shkak që për herë të parë kanë mujtë me udhëtu lirshëm pat byrokracinë që e kemi pas më herët për aplikimin për viza, që tu kanë ndesht rreth 2 muaj vetëm me marrë një përgjigje për vizë. Po, unë po lexoj këtu një studim ku thotë që përpas Kosovës është Luksemburgu dhe Bosnia e Hercegovina, të cilët janë shtetet të cilat sot festojnë ditën e Evropës. Ndërkohë në Gjermani, si e kalon një festën e ditës së Evropës? A kalon me shumë qetësi apo ka ndonjë manifestim, themi kështu, më të rëndësishëm që jepet sot vëmendje? Jo, dita e Evropës është një festë simbolike që shënohet gjithku në Bashkimin Evropian, mirë po është ditë pune e rregullt si çdo ditë tjetër, punohet pra edhe në Evropë. Është ndërsa përveç atyre vendeve që ju i përmendet më herët, ndoshta duhet tekstohet se dita e Evropës sot shënohet edhe në Moskë dhe pikërisht presidenti Putin e shënon këtë ditë si një ditë të madhe të fitores kundër nazizmit, nazifashizmit, pra që ka ndodhur para 70 sa vitesh në luftën e dytë botërore. Pra këtu kemi një kontekst ku Rusia në çdo mënyrë mundohet të paraqes veten si ajo më evropiane, ajo më tepër që punon dhe vepron për Evropën, e që në të kundërtën ajo sot në ditë të sotit ka bërë dhe po bën tash 3 vite një luftë në mes të Evropës, ndërsa pikërisht ata që janë për Evropë dhe punojnë për Evropë, janë duke u munduar në mbrojtjen e Evropës, këtë ditë e kanë si fest vetëm simbolike, pra si ditë që ka qenë ditë e fitore mbi nazizmin. Mendoj që edhe në këtë pikë duhet të flasim pak edhe rreth festës që sot bëhet në Moskë me parada të ndryshme ushtarake, me vizita nga më të ndryshme duke filluar edhe nga fshirjet. Pikërisht te kjo vizita në Moskë, e kemi një shtet që pretendon të jetë pjesë e familjes evropiane, sikurse Serbia, dhe sot është më afër shumë Moskës, se sa ndoshta se cilit vend tjetër evropian. Sa ka qenë, themi kështu, ledhatuese BE-ja karshi Serbisë, duke ditur qëndrimet e Vučićit? Po, unë mendoj se BE-ja është munduar në të gjitha format të tregoj Vučićit dhe Serbisë se rruga e vetme për ta duhet të jetë bashkimi evropian dhe integrimi në Evropë, pasi edhe gjeografikisht i takojnë kësaj pjese të botës. Ndërsa ata sikur nuk mund të ndahen nga Rusia në asnjë mënyrë dhe
është hera e parë që i është bërë një thirrje direkte presidentit Vučić që të mos jetë pjesë e festimeve që bëhen në Rusi, pasi të gjitha vendet e Bashkimit Evropian janë duke e bërë një luftë me Rusin, pra jo direkt, po nëpërmes Ukrainës apo në territorin e Ukrainës, ndërsa këta përkundër të gjitha atyre kërkesave dhe njoftimeve dhe informacioneve që i është bërë nga antarët e Bashkimit Evropian, kryesisht nga Franca dhe Gjermania, këta vendosin që sot jenë në Rusin, sot të jenë në Rusin dhe ta festojnë ditën e Evropës. Pikërisht ata që më shumë të luftojnë e bëjnë kundër Evropës, e festojnë ditën e Evropës, ndërsa pjesa tjetër e Evropës e merr në heshtje dhe në qetësi këtë ditë që njihet pra si dita e Evropës. Çka ndoshta duhet të shtohet këtu, ndoshta është një moment i fundit dhe ndoshta do të ishte rasti mirë që ne si politik, pra flasim si Kosovë, si vend, të mos merrem me këto çështje tepër, por ndoshta do të ishte momenti më i duhur për evropianët që të shohin se me të vërtetë është e kohët me Serbinë dhe të ndëshkohet ndoshta edhe me sanksionet të drejtë për drejta pra Serbia dhe presidenti Kyrokić. Çka konkretisht joni mund të sankcionohej Serbia, çka do duhej të sankcionohej në fakt pas ditës së sotme e tutje? Po, nuk isha me fol shumë rreth fqinjit tonë veri. Unë mendoj që duhet së pari të paktën Bashkimi Evropian të heq masat ndaj Kosovës. Ky është hapi i parë. E pastaj mendoj që duhet me u mendu rreth masave për Serbinë. Vlen të ceket që Kosova ka pas një sulm terrorist shkaktuar drejt për drejt nga shteti fqinje dhe nuk është ndërmarr asnjë mas, kështu që mendoj që për një vizitë të Aleksandr Vučić në Rusi nuk mendoj që do të ndërmerret diçka e tillë, po mbetet të shihet nëse Kosova të paktën do të arriti heq masa deri në fund të këtij viti 2025, edhe pse mungon një farë lloj vullneti politik, edhe pse dje e pash në Parlament Evropian një eurodeputat ki shpreh pak kënaqësinë sepse Kosova ende është në masa. Është pak e pa kuptimt, pasi që ka kalu një kohë që nga janë vendosur masat ndaj Kosovës, por të shohin se si është vullneti. Në këtë ditë Evropës do të më qenë pak më shumë optimist edhe po shpresoj që Kosova, edhe pse ka një rrugë të gjatë përpara, mendoj se integrimi është vetëm një rrugë. Po, duke pasur parasysh gjithë rrugtimin politik të Kosovës, prej kur ka filluar në 2010 në është bërë shtet, e tek deri sot. Sa ka bërë progres në rrugtimin e saj evropian? Sa kanë treguar qeverit e një pas njëshme interesim, vullnet, për të shkuar drejt Evropës, sepse kemi pasur gjithmonë edhe këtë krahun që jemi edhe me Amerikën. Në një kohë madje kujtoj që presidenti mbahej me Amerikën, kryeministri me Evropën. Po, mendoj që Kosova në përgjithësi gjithmonë e ka pas aleatin kryesor Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por gjithmonë ka qenë në një vijim me Bashkimin Evropian. Se sa është në një vijim me Bashkimin Evropian, Kosova ka treguar edhe gjatë agresionit rus në Ukrainë, ku ka pranuar edhe me marrë refugjat të Ukrainës, ka pranuar edhe nga Afganistani, kur Amerika e ka kërku. Gjithmonë ka qenë Kosova e gatshme, ka kjo ana teknike, gjithmonë ka qenë e gatshme me boqmos për aleat, po së fundmi, sidomos 2 vitet e fundit, kemi pa një farë lloj tensionit madh të aleatëve, sidomos të Shtetet Bashkuara të Amerikës ndaj Kosovës, edhe besoj se edhe me vend, për shkak që Kosova ka një rrugtim, siç e ka marrë të gjatë, po pa Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk mendoj që mundet me ecë përpara, kështu që gjithmonë duhet të ekzistojë një farë lloj koordinimi me aleatët tonë kyç. Mendoj që kjo gjë që po ceket gjithmonë edhe nga presidentja jonë, po nuk e di se sa po hin në implementim edhe nga të shohim çfarë mendimi ka Veliu. Sa po ecim drejt rrugës, në fakt, drejt rrugës së Kosovës në integrimin evropian, shto faktin këtu që përmendi edhe Joni që kohëve të fundit ka pasur tensionim të marrëdhënieve mes Kosovës dhe aleatëve të saj. Po unë ndoshta nuk do ta cilësoj si tensionim, por ftofjet marrëdhënies që kemi pasur, ftofjet marrëdhënieve të Kosovës si me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu edhe me vendet e Bashkimit Evropian, e as më keq edhe me Shqipërinë, pra që
që i kemi aty afër. Pra, shihet qartë thoja marrëdhënieve të Kosovës kundrejt tyre për shkak të veprimeve shumë herë të pamotura, politika populiste që kanë ndjekur qeveria aktuale. Ndërsa sa i përket pjesës së integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian, edhe pse ne jemi miq dhe e cilësojmë Shtetet Bashkuara të Amerikës si partner strategjik, ata gjithmonë na kanë preferuar që të punohet sa më shumë drejt integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian dhe synimi i Kosovës, por edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës është që Kosova një ditë të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Sa është bërë në këtë drejtim, ne nuk kemi nevojë të zgjasim shumë, që nga fillimi deri më sot Kosova ka vetëm një kontratë apo një marrëveshje në Bashkimin Evropian për asociacion. Marrëveshjen e stabilizimit të asociimit, pra Kosova nuk është kaq. Po, më falë, Lëzim, vetëm dishta me shtu të ka ona teknike që ka shtu përgjigjë, se përgjigja ka ona politike, po nga ona teknike Kosova i ka përmbush më shumë se 40% çdo vit të marrëveshjes stabilizim asociim, gjithmonë domethënë ka implementuar rreth 40% të mosave që është deshur. Ne duhet flasim për atë çfarë ne sot e kemi në dorë. Pra Kosova ka vetëm atë marrëveshje dhe ende nuk është as vend kandidat për e mos flasim për hapjen e negociatave për kundrejt të gjitha vendeve që na rrethojnë. Për shembull, Shqipëria në tetor ka filluar konferencën e parë për nënshkrimin e marrëveshjeve dhe deri më tani ka hapur 24 kapituj drejt Bashkimit Evropian nga gjithsej 35, pra po flitet për një gjë rekorde që nuk e ka pasur asnjë vend i Bashkimit Evropian deri më sot. Pra është punuar shumë dhe të punohet në drejtim shumë, është një ekip prej 1000 njerëzish që punojnë gjithë kohën për të realizuar këto marrëveshje, ndërsa në Kosovë nuk është bërë asgjë. Në këtë drejtim dhe nuk u bë asgjë dhe praktikisht është kjo, po pastaj për të qenë reale dhe për të pranuar situatën ashtu siç është edhe problematika se ne nuk njihemi nga 4 vende dhe gjithmonë ato vende do të jenë pengesë për Kosovën për të mos u bërë anëtare e Bashkimit Evropian dhe kjo neve na shtyhet që sa më parë që është e mundur të arrijmë një marrëveshje me Serbinë, pra marrëveshje me të cilat janë zhvilluar dialogu tash e sa vite dhe rasti shumë i mirë dhe ndoshta që nuk do të na përsëritet është marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë, apo si snihet plani franko-gjerman që është propozuar e në parim është pajtuar dhe është pranuar nga të dyja vendet si Kosova ashtu dhe Serbia, mirë po ne nuk kemi lëvizur në realizimin e kësaj marrëveshje. Ajo marrëveshje thotë nëse arrihet të realizohet, të gjitha vendet e Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën, nuk do të jenë pengesë që Kosova një ditë të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, por edhe e organizatat të tjera ndërkombëtare. Pra ne duhet të intensivisht të punojmë në këtë drejtim në mënyrë që të hapim rrugën integrimeve të Kosovës, integrimeve euroatlantike, jo vetëm në Bashkimin Evropian, por po flasim edhe për integrime drejt strukturave të NATO-s. Dhe në këtë mënyrë do t'ja bëjmë të pamundur edhe atyre që të jenë pengesë për integrimet tona. Mirë po ne nuk shohim as larg, ne kemi përqendruar politikën tonë brenda elektoratit tonë, ne flasim vetëm për konsum të brendshëm, pra jemi kryeput një politikë populiste e cila nuk qenë asgjë kundi. Politikat populiste kanë qenë karakteristike shekullit të kaluar dhe si të tilla me to sot nuk mund të ecim para. Zoti Veliu, faleminderit shumë për kohën që ishit sot me ne në Rreth Rrotull. Faleminderit Nazi. Joni, faleminderit po ashtu edhe nga ju që ishit sot pjesë e Rreth Rrotull dhe diskutuam sot pak për BE-n dhe ditën e Evropës. Faleminderit shumë Kaltina, kënaqësia që jam jo. Ndërkohë miq të dashur, është koha që të ndjekim një blog publicitar për të kthyer prapë në studio e për të folur për tema krejtëri relaksuese.